Zjarret pyjore që përfshin gjatë fundjavës disa pjesë të Bregdetit kroate ati Malazis tani po i afrojnë rrezikshëm qyteteve të mëdha, duke detyruar disa prej banorëve të braktisin shtëpitë e tyre. Zonat të tëra mbuluan mbrëmjen e së hënës nga një tymizi i dendur, ndërsa flakët vazhdojnë përhapjen të ushqyera nga ererat e forta. Një prej qyteteve më të famshme kroate të kërcënuara prej tyre është ai i Splitit. Në malin e zi, përpos Herceg-Novit dhe Tivatit, zjarret kanë glabëruar tashmë disa rajone periferike të kryeqytetit Podgoricë dhe ato të qytetit qendror Niksic. Mjaft problematike paraqitet situata për një sër fshatrash përreth malit mosor në jug të Splitit. Të dërbuara gjuhët e flakëve janë përhapur pa fred deri në Zornovica, ku ndodhet dhe një prej bazave ushtarake me depo raketash. Mbrëmjen e një dite më parë, zjarret hyn në qytet duke u afruar deri në varrezën e Lovrinacit e janë shtrirë deri në një vend grumbullimi të mbeturinave e makinave të vjetra. Pjesë të tëra të qytetit kanë mbetur pa ujë të pijshëm dhe energji elektrike. Një vdekje është raportuar deri tani, ndonse nuk është ende e qartë nëse bëhet fjalë për një atak kardiak apo mbytje nga tymi. Kryeministri Andrej Plenković nuk pati zgjedhje tjetër veçse ta pranonte se situata është e rëndë dhe nëse vazhdon kështu, vendi mund të detyrohet të kërkojë ndihmën e partnerëve të tij europian. Në malin e zi më dramatike gjendja paraqitet në Tivat dhe Gadishullin Lustica, ku qindra zjarfikës dhe persona ushtarak kanë luftuar përgjatë gjithë natës me flakët për t'i mbajtur ato larg zonave të banuara.